gati. Limon, portokall, ginger dhe turmerik. Është shumë i fortë. Ose mallë. Ta shikojmë se sa do arrit të pi nga kjo. E ka shumë të fortë, por që unë duhet të mbyll sy dhe ta pi. Ja dola të pi, tani do me djeg fyti, kam marrë dhe një vezë të zjerë. Nuk po qëndron të telefoni aty gjallë në botë. Ginger shosi është shumë i mirë. Në mars ka qenë një periudhë që e bëja çdo ditë vet, pa turmerik, të gjitha të tjerat. Djeva shumë lehtësim. Jej! Më dalë me vrap. Jam për palestër se nuk doja të zgjoj beki, se pastaj ngele pa palestër, sa që ka jo, se me vete se marrë dot. Edhe tani sa parkova këtu afër palestrës, u bëra me lëng gjithandej. Edhe do shkoj me vrap. Është ora 9. E kam patur për të ardhur në orën 8, një orë më vonesë, por që mirë jemi. 9 deri në 10 jemi okay, një orë palestër. Nuk të bëj dhe shumë se javën e kaluar s'kam bërë gati fare. Vetëm 2-3 seanca në shtëpi. Mbaroi dhe palestra për sot. Po bjeshi! Sa bukur, sa bukur. Aj, sa bukur, sa bukur. Bravo, mama. Shkruaj këtu. Beki. Beki. Shkruaj emrin. Beki. Erdha te puna. Sot isha te Kiara, kisha lënë orar që të bëja një filler për flokët. Yes, se dëgjuat mirë, filler. Dhe unë, kur tha Kiara, shiko se ka marrë një filler të mirë për flokët, thash, si dija që kishte filler dhe për flokët, e dija që kishte botox edhe trajtimet të ndryshme, për fix filler jo. Dhe i kam shumë të buta, mos shikoni se janë elektrizuar, bie shumë shi jashtë, po i kam shumë bukur. Do më thënë bukur, të tipit të freskta, të buta edhe kanë këtë shkëlqimin. Por thjesht unë jam kundra drites tani. Tash që tregoj pak, më erdhi një pakun nga Zara. Ja ku jemi. Të bëj një unboxing këtu me juve. Shumë spontanisht, erdhe të punës se jemi akoma me shumë pak, me shumë përësi, me shumë punë. Është fluks nëntori, dhjetori, super fluks, kështu që t'ju tregoj këtë delën, të bukur që nga afër. Ka 2 javë që kam përësit, më shumë se 2 javë, 1 javë ka ndenë në për post. Sa merë të posta si isha unë vërdal, kështu që 3 javë praktikisht që kam bërë këtë përësin. Është kjo gjaketa shumë e lezetshme, me këtë pelushin dhe me këto lulet. Brenda është e trash, fix për të ftohtin, nga bekit. Dhe tani jam marrë në moshën 1/2. Sepse po të jam marrë pak më të madhe, i ri shumë e madhe, po të marrë fix masa tani për 2 muaj. Pastaj nuk i bëm më. Mora një set për vete, ishte ky golfi, që rrinte në këtë mënyrën kështu. Edhe pa mëngë, më pëlqen ta përdor edhe tek me një xhaket, por edhe se do rrinte shumë bukur. Ishte ky fundi kështu, me prerje asimetrike. Isha kundra drites, tani t'ju tregoj këtu mbasi dallon më mirë. Shikoni këtë materialin kështu. Ka këto kopsa dhe ka këtë ngjyrën shumë gri të errët, pra jo gri, po gri e errët. Gati duket e zezë. Më pëlqeu shumë ky fundi me çizme, lëkure, edhe set me golfin, por edhe mund ta vesh me kombinime të tjera. Dhe nuk ishte shtrenjtë, ky më pëlqeu.
Thënë, për gjën që ishte 30.000 lek, fund, ja vlen. Sikur edhe 2 herë që unë do ta kombinoj. Mora këtë bluzë, që është në material të njëjtë, shumë e bukur, edhe kjo gjëja këtu, vdes për këto përparset kështu me lule, duken shumë bukur dhe fiks për moshën e bekit. Po mundohem t'ja vesh të gjitha këto gjërat, që kur të rritet, e di që do kaloj gocë kështu. Shumë estetike do preferoj 2-3 nuansa, të paktën unë të bëj qefin tim sa është akoma që më dëgjon çfarë të vesh nga mami. U fik telefoni për karikim, e karikova dhe e lash në gjysëm. Nuk i pash as vetë veshjet, se pastaj do përdoja ti tregoj edhe një herë. Kam veshur këtë gjën shumë të trash që mora tek Disneyland. Shikoni se bukur është. Sepse unë shkova në palestër në mëngjes, si që thash, se vazhdoj të jem me veshjet e palestrës, dole nga palestra, piva kafe me Rogerti, dhe kështu shkoj ora 12. Me merr bekin në telefon, pra mami e Rogertit, edhe kërkonte mamin. Shkova më ra bekin me shpejtësinë e erës, pra janë bërë çdo gjë kaq shpejt. Edhe mora bekin, erdha te puna. Tani, normalisht, nuk punohet me bekin, por të paktën disa gjëra i bëra edhe bashkë. Deri në orën 2:10. Në orën 2 kisha lënë trajtimin tek Kiara, që na zgjati prap 1-2 orë atje. Shkova lash bekin, se ishte direkt për gjumë, të shtëpia. Unë nisa për te Kiara, bëra fillerin, lava krefa flokët, dhe erdha sërish të puna. Kjo ishte gjithë linja e ditës time. Erdha të puna, këtu ka, si që thash, shumë punë, këtu ke frikë të hapësh dritaren, se vinë shumë miza, nuk e di pse. Erdha të puna, bëm që kemi përbërë, kemi shumë, si që thash, nuk përdim nga tja, fillojmë nga tja beketisim, po mundohemi të bëjmë çdo ditë sa më tepër gjëra, që t'i heqim edhe ato të dhjetorit. Edhe tani është momenti që të ulem këtu te zyra ime dhe të shkruaj, të shikoj që kemi për të bërë. Është e momenti që unë kam momentin tim të frymëzimit. Vi këtu, brenda, edhe bëj punët e mia, gjërat e mia. Kjo ishte për t'ju treguar linjen e ditës time. Nuk ishte ndonjë wow, por që kjo ishte. Braptej, brapandej. Por, e rëndësishmja është që bëra 2 gjëra, palestrën dhe flokët. Kisha mbi 1 muaj që kur ishte Kiara si isha unë, kur isha unë si ishte Kiara, dhe thashëm patjetër duhet ta bëj, sepse më janë tharë shumë flokët. Ju tregoj tani veshjet. Pulovra tjetër është kjo këtu. Është goxha e plot, më pëlqen shumë. Ka këto detajet me flutura, edhe në ngjyrën si kaf, nuk është fix kaf. Të gjitha këto vetëm nga 2-3 herë mund të vishën. Më vjen aq inat, janë kaq bukura, sepse e para rriten shumë shpejt, e dyta aq ftohtë dhe aq kohë sa mund të lëvizim ne, aq herë mund të vishën. Nëse kam marrë një palë pijama për rojnë, këto më pëlqejnë shumë. Na kombinojnë me dizajnin e shtëpisë, ngjyrat e shtëpisë. Mbi të gjitha, mora dhe për bekin. Sepse online nuk isha, i kam marrë kur shkova atje tek Zara. Dhe këto na kombinojnë me një palë që unë kam me Rogertin meçi. Me këtë vjen blu, ne kemi blu. Këto janë në këtë ngjyrë, kështu që jemi fix për një kombinim ndryshe. Me zipres janë të bukura. Të gjitha këto gjëra do t'i shijojmë në për vlog, mazë i shikoni më tepër. Atë pulovën që ju tregova, e mora set me këto tutat, që janë po me të njëjtin material, dhe kanë këto flutra këtu në fund. Më pëlqen shumë kombinimi ngjyrat yll. Dhe gjeni çfarë. Kam marrë për të dytën herë të njëjtat pijama. Jam shumë e çuditshme, përfundimisht. Nuk e di sa herë më ka ndodhur kjo.
pëlqej, por thjesht harroj se më mund t'i kem bler. Nice. Do shikoj cilat janë më fix. Jo, në fakt, ka kohë që i kam bler ato, se jam veshur akoma. Por në rast që më shumë mund si do kthej këto, se këto i kam marrë tani dhe janë të vogla, në sa shikojmë. Ja, është për 2 vjeç. Shikoj një sa të vogla. Ka që i vesh tani, bek, tani. Kur bëhet 2 që bëhet në qershor. Që këto masat i kanë shumë kot. Mora edhe këto streqet, që janë në këtë materialin. Ja mora për të ngrota në fakt. Se mbaj më ngrotë se tutat e gjyra, se tu i futet i ftoti. Po ndo ja vesh me geta poshtë dhe gjithsesi ngrotë dhe ketë. I mora dhe këtë që vjen si golf të kjo pjesa këtu. Se ato badi që ka beki janë shumë të hapura te zona e qafës, edhe normalisht shiftohet kur dalin. Kështu që si për atyre do i vendos këtë një pullover dhe është okay. Këto që do i tregoj tani janë të e fundit fare. Kam bler vetëm për fëmijët. Harrova. Kisha bler 20 dhe për veten time. Quhet? Quhet. Shikoj një sa të bukra kam marrë këto. Kur kam parë, e dini ju që gjithë porosia është bërë vetëm se u futa dhe pash këto dhe thash do t'i porosisëm patjetër. Janë material velvet në vishnje. Ja dhurova. Përfundimisht, kjo është gjë më e bukur që unë kam parë. Ja kam marrë në masën numër 22, që t'i ketë fix për muajin tani dhe dhjetorin. Se po t'ja merrja 23, dhe rrim pak në dhaja dhe nuk do mi veshë rahat. Kështu që ja mora fix me masën. 22 dhe janë shumë cute. Do bëjmë dhe një kombinim shumë të bukur për sezonin e festave. Dhe të fundit fare, janë një palë të tjera. Nuk ngopën të fundimisht. Si për veten, si për bekin. Nice, gjërat e gotave janë fantastike, në shumë të bukura. Sa cute! Shkoj një pak sa të bukura. Wow, ja adorova. Sa të bukura, imagjinoj një pak për periudhën tani me geta. I dua, i kam duke dhënë një palë kështu gold. Beki mamit. Ku e morë gjithë të fati moj mam. Ble mamin gjithë të gjyrat burat. Ku se patëm ne këtë fat. Imagjinoj një pak kur të rritet dhe shikoj vete me këto. Mund të qaj tani. Sa cute. Më pëlqen të dyja. Shumë të bukur. Ka një palë tjera që unë në vesh dhe ka shumë rahat, janë shumë të leta dhe i duket sikur është vetëm me çorape në ngjyrën kafe. Ja pa ta marrë para si shkonim në Paris në shtator. Edhe ja kam vesh shumë, prandaj ja porosita se shumë të rahatshme. Të gjitha këpucet që ja kam marrë pak më të rënda, nuk i mban dot. I ka kështu si siklet. Dhe më rrezon, kështu që këto mendoj, sidomos këto do i ketë shumë të rahatshme, se janë super praktike, ndërsa këto e kanë një çik të gomën e dal, por për dhjetorin e ka fix. Këto ishin gjitha gjërat që kam bleva te Zara online. Kam bërë porosi dhe 2 palqisme. Thjesht nuk ngopëm. Jam një njeri shumë çuditshëm, e urrej dhe veten, si ka mundësi që nuk di t'i them vetes stop. Stop ala se ke plot. Por u futa duke parë, thjesht nuk duhet të futesh fare në web edhe kjo është zgjidhja. Por u futa duke parë për fëmijët, në një gjë, dhe patjetër, rojt i kemi blerë shumë, se kur i blejmë nga 2-3 gjëra njëkohësisht, dhe atleti i blejmë shumë në shtator, kemi marrë diku 4-5 atlete, dhe duke qenë se është tani pak si shumë i fiksuar, nuk i blej shumë gjëra, pa qenë ai vetë me ne, se thotë thjesht këto nuk e dua, nuk pëlqen dhe nuk e vesh. Pra, imagjinojeni pak
atletet kanë shku dhe 80.000 lekë, 100.000 lekë të rojt, edhe ai të thotë thjesht këto nuk më pëlqejnë dhe nuk do t'i vesh kurrë. Prandaj nuk i blej shumë gjëra. Mundohem gjithmonë që të jemi bashkë ku dalim që të blej dhe ta pëlqej vetë ai që t'i veshë, se sa atlete kemi aty që rinë kot nuk e ke një ide. Dhe aq më dhimbsen se kanë bërë shumë lehtë. Kështu është mosha, themon. Gjeti erdhi nga supermarketi dhe thatë kam bërë ashtu, ndërkohë unë bëha gështenja. Okej. Kjo është për mu, tradicionale. Fisimi rogertit. Kjo është për mu dhe bekin. Ka ke marrë tjetër? Am ke marrë kefir, jo? S'ke me ndu. Pa është kefir, po s'është të pëlqen. Në të bekushin. Bravo. Dhe biskota. Bravo. Opa. Shope deke pastaj. Ke marrë Biskota për ju. për mamin për thjerën. Noodles. Për rojnë. Për rojnë. Ka shumë të. Nuk e biskota të bështa. Pas ke marrë 2 lloj modelesh. Ani, shumë. Bita. Po këtë pse? Ta kesh. Dhe majones. Ta kesh dhe. Është hefi për ty. Është si ha unë të asnjërë. Një kësho, parizien. Edhe kam përvujt ditë këtë. Ishte shumë e shishëm, pëlqej. Se gjuku. Edhe pa skuq ishte shumë e shishëm. Bravo. Pas ke marrë 2. Bravo. Ja. I tham nuk kemi ujë në shtëpi. Po. I tham nuk kemi ujë në shtëpi dhe shifa çka ka bërë. E morë ujë për beken? Po. Jo këta, ato të madhe. Okej. Ja. Po ti që nge mirë ti kështu për të bërë unboxing. Do të marrë dhe më video, akoma më shumë. Ja, okay. Ky është ujë që marrim për bekin. E marrim në supermarket, e gjeni është dhe më lirë. Edhe mbajmë edhe për qumshtin edhe për ujin që pi beki, ndërsa këto janë shishet për neve. Do ta hapim këtë? Ja, ta hap mami tani. Prit e shikojmë. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Hapet me një dorë, po. Po shikache, po prita ha mami këtë se hap dhoti. Sa ke bërë ti do mam? Tani, kjo është ajo akullorja si nuk kishte pëlqesi video në pare kemi bë, e s'pu se keni bani men, e shmisoj, Pa, edhe tani do të testes. është mochi. Po, tani Ice cream with vanilla. Ok, tani hapet ta provoj. Ta hapim tani apo do të tregosh pak këto dhe pastaj ta hapim? Ta hapim një. Na trego këto mami. Mirë. Kjo Kjo është Pringles. Si ajo, s'ka shi gjë si të shumë. tjetër. Janë dy të uja, kjo është e ime, kjo është e Beki. Mhm. Beku, baka. This is noodles, I love this. Chidoks. Another chidoks. Pa. Spicy mami. Mhm. Edhe fish. Ta hapim tani mirë. Hajde. Këto i treguam se çfarë kemi marrë. Tani do provojmë. Të gjitha, jo. Po mirë, i treguam, s'ka problemi. Të gjitha gjëra. Duke në video, mami, kështu që është okej. Hapi pak këtu, se jam me një dorë. Kujdese se shtypen ato, prit. Këtu tani. Mbaje kartonin? Bravo. Sa mirë duken. Mirë duken. Inshallah nuk e sa i juicy. Juicy! Mami, shika, kjo është shumë e mirë, është akullore brenda. Mirë po.
Oh my fucking god. Ha, mami, ha, mos bëj ashtu. Ha. Ha? Shpejt të haj qoko. E hungry Becky. Është jami. Ja, provoje këtu që është akullore? Përvoje ti, Thjesht provoje akullore. Përvoje ti këtë. Po e provoj mami unë. Ja ku e kja akullorën. Mere. Gjësë Unë që ka mirë me kështu. O, Becky. Becky. Akoma që kanë kesha, mërbun. Tani test. Ha, mami. Përvoj këto. Po e pëlqen Becky, shife pak. Bravo, Becky. Këto janë mira. Biskota, mama. Mirë. Bukra. Mira. Do shkryet kjo, provojet luta. Haje ti. Po se ke provu, pse bën kot? E kam përvoj. Vetëm le pije këtu akulloren, mirë akulloren. Jo, e shumë bo me fje. Po pse? Ha, Kudina. do ti Becky. Tani prit. Qa fytyre. Këtu për të bërë skincare në darkës. Kam veshur këto bijamat. Shumë cute dhe shumë të bukura. Shumë të rahatshme. Që i kam marrë tek Nightwear. Shkoj pak, sa po bërë një dush roj. Dhe merë të gjitha rushat e ti, futi dhe bën dush aty, dhe ri 20 minuta duke luajë me arushat. Do aplikoj pak të serumin nga Kodalia. Fytyra ime bëhet si fytyrë bebe. E kam patur të acaruar se sa po kalova ciklin, edhe normalisht me dalin disa puqra para dhe gjatë ciklit. Kështu që derisa të largohen këto dhe pastaj lëkura ime do ketë shkëlqimin e duhur. Ky është edhe kremi i syve. Shumë i mirë është ky. Mundohem ta vendos në dark pasi në mëngjes, kur unë bëj skincare, për shumë shpejt me qëllorin që të bëj edhe make-upin, edhe kjo gjëja syve këtu duhet të rri 20 minuta ta bëj tamam efektin, se në të kundër të bëhet kështu. Nuk di si ta them, por që kur vendos ti pastaj hidratuesi nuk bëhen njësh me njëri tjetrin, por thjesht krijohet sikur bëhet kokra, nuk e di. A më kuptoni apo jo, se që si po e shpjegoj. Se nuk di t'i gjej një emër. Por ky është momenti më relaksues nga një ditë për shembull që është shumë e ngarkuar, që vi këtu, bëj pak skincare, merr me veten, aq sa mundem, pra kurse kam shumë kohë, nuk më lë beki. Tani po merrej me disa lodra dhe thjesht ika. U futa këtu, mbylla derën, derisa ajo të kujtoj që unë diku ekzistoj nëpër shtëpi, edhe do vi të më kërkoj derisa unë t'i përgjigjem. Është dhe kremi i natës, është ky këtu. Pëlqen shumë këto paketimet e Kodalis, i ka të gjitha qelqi, edhe aq më tepër që resveratrol vjen me ngjyrën roz. Po flas me zë të ullët, sepse si që thash, po kuptoj beki që unë jam këtu, vjen direkt. Ndërkohë, për rojë një dush, është lagur dyshemeja, thava, kam hapur dhe dritaren që të thahet shumë shpejt. Dhe kështu, kaq. Mirë mëngjesi. Unë jam zgjuar. Lava dhëmbët, lava fytyrën, për skincare, kalova këtu tek zona make-upit. Është heret, është diku ora 8. Beki është në gjumë dhe për herë të parë unë lehtësisht mund të bëj make-upin parë dikush më mi prish. Kështu që thash po bëj make-upin që derisa të zgjohet ajo,
unë gjaj jam bërë gati, edhe do ri pak me të, kam bërë porosi aty ku mora iPhone-in 17, edhe një iPhone tjetër, duke qenë se unë po filmoj me telefon, dhe unë kam 2 telefona aktualisht, edhe me qenë se unë kam 2 telefona, ti kem të 2 me të njëjtën cilësi. Edhe kam bërë porosi që të marrë edhe një tjetër me 2 terabajt, sigurisht, se këta të tjerët nuk na bëjnë punë. Dhe do ju bëj një unboxing, do marrë dhe një iPad, se iPadi që unë kisha, tableti, e personalizoj roj dhe nuk ma lë më kurrë që unë ta përdorja. Kështu që më duhet të marrë një tjetër, dhe me qenë se ato e kam mbushur me lojrat e tij, po ja lë atij se mbas një viti i duhet edhe të shkolla. Kështu që gjë e ka. Edhe do marrë një tjetër, se me duhet për punë. Mund ta përdorim të dy, se edhe roketit i duhet, por duke qenë se ne zyrat i kemi ngjitur dhe bëjmë njëjtën punë në të njëjtin vend, mendoj se na mjafton vetëm një iPad. Dhe do i bëj unboxing këtu, duke qenë se kur mora iPhone-in e parë, nuk arrita ta bëj dot, sepse telefoni im e përparshëm ishte jo mbushur, po te mbushur dhe nuk më punonte fare dhe kam shkuar kam marrë brenda ditës, i kam kaluar brenda ditës se më duhej patjetër një telefon me shumë gigabajt. Shikojeni pak si ma ka prishur Beki këtë bronzerin. Unë ja dhash me idenë se ja futa shumë brenda që nuk e shikon dhe s'ka si ta prishe. Ajo fuste gishtat kështu. O zot se e papare është, nuk me lë asgjë. Mbrëm postova videon, pra mbasite postova videon vlogun që ju gjaj keni parë të fundit. Edhe po lexoj komentet që erdhën mbrëm. Jam shumë e lumtur që keni komentuar aq shumë pozitivisht, që ju kanë pëlqyer kaq shumë videot. Nuk e keni idenë se sa e lumtur ndjem unë. Pse do thoni ju? Njëra kishte komentuar fix, kishte thënë që bravo që të bën edhe video ka shumë e ngarkuar sa jeti. Edhe seriozisht ndjeva kështu që më kuptoni dhe i vlerësoni se nuk është kollaj ti realizojmë këto videot, edhe ti postojmë në kohën e duhur e gjitha bashk, por fakti që juve e shprehni, ju kanë pëlqyer, më bën akoma të lumtur edhe më të motivuar për të bërë akoma më shumë video. Kështu që dua t'ju falenderoj dhe këtu në video shumë për të gjitha komentet dhe sugjerimet që lini aty poshtë videos. Më ndihmoni vërtet shumë të kuptoj se si duken videot, domethënë është një sy tjetër, diçka, një mendim tjetër, diçka ndryshe, sepse unë mund të jem okay me timen, por ndoshta nuk jam për audiencën që kërkon video, ose e kundërta. Kështu që shumë faleminderit për komente dhe që i shikoni videot e mia dhe që ju kanë pëlqyer shumë. Dikush u zgjua. Kush mu zgjua? O dashuri, o dashuri. Kush mu zgjua mua, moj? Kush? Pista lecja ime bukur. Ne mbajmë 2 pipa. Ne mbajmë 2 pipa. Kush? Muzjo. Mua. Kush? O, do të ngordh për aromën tënde. Sa e ëmbëlje. Sa e ëmbëlje. Sa e ëmbëlje. Oh, jeta ime. Oh, jeta ime. Ja, nuk i prekim ato, nuk i prekim. Dhe kështu muhabeti gocat e mia të bukura aty që më shikojnë videot. Jo. Mos e prek, mos e plek. Ha, lyje mamit të facja. Lyje faqen mamit këtu. Lyje mamit. Sa bukur, oh my god. Oh, sa bukur. Oh, sa bukur e bëre mamin ti.
E bëre shumë bukur mamin. E bëre yll. Bravo Becky. Bravo, bravo. Tani do vendos pak powder. Bronzer powder. Ja. Po jo me gish moj mami. Si me gish? Nuk bëhet asgjë me gish, mama. Si të manifestova që mos zgjohesh e ti, moj Beki. Thjesht 10 minuta, mos kisha bërë video, isha mbaruar. O goce. Ikut e nëna për t'i lyer puzat. Kështu puna. Kjo është dhe një ndër arsye që unë i ndjej shumë dhe pse jam mërzitur që 2 vitet e fundit nuk kam bërë vlogmas. Nuk është se jam ndjer në top formën time më të mirë, përveç se ngarkeses, mbi ngarkeses. Vjet isha postpartum, le të themi. Kam bërë 6 muaj në dhjetor, pra Beki 6 muajshë, por prap nuk është se kisha marrë veten aty ku duhet. Një vit më përpara isha shtatzan dhe kishim shumë projekte, shumë. Në të njëjtën kohë po I bëja të dyja dhe nuk arrita të bëj vlogmas edhe ndaj ndonjëherë mërzitem se nuk është se kam memorizuar shumë kujtime në këto 2 vite. Dhe një ndër arsyet më të mëdha këto video janë memorizimi I kujtimeve që kur rritem edhe fëmijët, po edhe unë do rritem dhe unë do shikoj veten të re. Sa të rrezik kisha për të bërë make-up e kështu gjëra shefi. Në dhomën time ende nuk është se kam krijuar një hapësirë për make-upet, një tavolinë dhe një karrike. Thjesht është koncept në mendjen time, pasi unë jam shumë rehat të ky këndi drita. Kam pasqyrën këtu, vendos make-upet këtu, por më duket si diçka pavarësisht se unë ndjehem rehat si e sajuar për këtë gjë. Dhe po e mendoj shumë se si mund ta sajoj atje brenda një tavolinë, edhe nëse unë nuk ulem fare për të bëj make-upin atje. Të mbaj make-upet ose ta heq nga mendja ime që mbas thjesht nuk funksionon dhe është shumë bukur. Ky këndi më pëlqen shumë se e vendos shumë rahat telefonin, drita është shumë mirë, make-upi, pasqyra, gjitha. Por thjesht duke menduar që një dhomë gjumi e do që të ketë atë pozicionin ku ti ke make-upit, pasqyrën, ulesh aty dhe mund të bësh make-upin dhe mund të bëjmë video rahat. Nëse unë do e realizoj është aty afër dritares, sepse dua dhe dritë natyrale. Në momentin që unë bëj video kam dhe dritë natyrale dhe mund të kem ndonjë pasqyrë të vogël me LED. Por aty është dritarja, gjë që e bën të vështirë për t'u hapur. Por shëndet o jeta ime. Oriq. Por gjatë sezonit të dimrit ne hapim vetëm njërin anë të dritares sa për të ajrosur dhomën. Nuk është se mbajmë të hapur ose I hapim të gjitha, janë 2 dritare. Kështu që mund të kaloj nga ana tjetër për të hapur dritaren dhe atë dritaren aty nuk e hap fare dhe shfrytëzoj, mund të hap vetëm kështu nga lart dhe shfrytëzoj që unë të kem këndin tim të make-upit. Nuk e di nëse e mbani mend mbesën e Rogertit. Ka shumë kohë që në video është rritur, është bërë një bukuroshe tani. Edhe po mendoja ka shumë që videot të bëjë ndonjë video me të, por nuk kam iden se si mund ta bëj një challenge ose për shembull për make-upet. I ka shumë qejf ajo, mund të bëjmë ndonjë video ose duke më bërë mua make-upin, po, kështu I bie. Domethënë, na thoni juve, se unë nuk I shoh shumë këto challenge dhe nuk ja kam shumë iden, të jem e sinqert. Por duke qenë se në vlogmas mund të kemi më tepër
këtu në dark për të bërë ndonjë video, e marr edhe atë dhe bëjmë ndonjë gjë të lezetshme. Më thoni ju gocat, është 12 vjeçë. Kështu që më thoni ju gocat, moshatare, se çfarë lloj videosh keni dëshirë të shikoni me atë. Pra çfarë mund të bëj, ndonjë challenge ose ndonjë ide me Loenën, quhet Loena, për ata që e njohin. Edhe ajo ka shumë qef videot, shumë qef, dhe më thënë vdes. Më ka shumë për zemër, shumë gjanë, edhe unë kam shumë për zemër, sepse Loena fix 12 vite, unë me Rogritin kam 13 vite që jam njohur. Në fakt 14 bëjmë këtë vit, por që vllai vetë është martuar, ndërkohë që unë kam qenë e lidhur. Loena pra besa është ka lindur mbasi është martuar dhe unë e kam mbajtur dhe njohur që bebe sikur është beki sot. Dhe sinqerisht edhe mbasi është rritur dhe jam angazhuar shumë me punë që ndoshta s'më ka dalë koha që unë të takohem shumë shpesh me të, se këtu afër jemi. Ajo thjesht më ka dashur akoma dhe më shumë. Është njeriu, thotë dhe mami im, si ajo se ka dashur njeri. Me do vërtet me gjithë zemër, më adhuron gjatë gjithë kohës, më ka si shembull. Nëse nuk do flas shumë, do e marr në video dhe shikoni vetë sa admirim ka ndaj meje dhe më mendoj që njerëzit me shpirt pastër e kuptojnë energjinë time edhe me duan pa asnjë lloj, nuk din, vajza 10 vjeçare, 12 vjeçare inate. Dhe mendoj se fix dashuria kështu duhet të ishte. Ndonjëherë zgjedhim ta pim kafen turke, jo ekspres. Lë, po qa po bo? O Beki! Po pse moj mami, pse? Ne ka thyrë të gjitha pjatat Beki, ne ka lënë gjysmë. Kam bërë gati, kjo është luku i ditës. Kam veshur këto pulloverën që unë bleva në Athinë, tek Massimo, që ja kam treguar. Edhe jeansën gjithashtu janë po nga Massimo. Gjaketa është Amityele Studio nga sezoni i vjetër, pra nga viti 2024. Kam veshur takat që janë kamosh, çizme nga Zara, çantën time dhe ky është kombinimi im për sot. Më pëlqen shumë, kam vendosur dhe këto syze si i përshtaten këtij luku. Tani më thoni juve, a ju pëlqeu kjo veshje? Unë do dal, Beki është jashtë me nënën se nuk po m'linte fare që unë të bëhesha gati. Uroj mos më shoh kur të dal, se në të kundërt do fillojnë të qarat edhe unë nuk ndihem mirë kur e lë duke qarë. Kështu, ikim tani se jemi vonë. Se sono ato costume, lo perché macchina. Sepse harrova. Tani jemi nisur për Tiranë. Hello Rogeti. Hello. Dhe siç u thash, kemi për të bërë disa takime, disa gjëra. Por fillimisht na duhet të shkojmë tek dyqani, se duhet të vendosim për ngjyrën e moketit që do vendosim atje. Mbarova thonjt edhe kemi ardhur këtu tek rruga e Elbasanit, se po presim të marrim telefonin dhe po kalojmë të gjitha të dhënat nga njëri tek tjetri.
Edhe tani, ndërkohë po presim këtu tek Molliri, që është ngjitur. Shumë afër. Isha shumë kohë pa ardhur këtej, duket shumë lezetshëm, pas kanë ardhur dhe festat. Fun fact, kur isha në shkollë të lartë, nuk e di, adhuroja Molliri, Moqërinë. Mos më thënë që gjatë gjithë kohës isha ose të Moqëria ose të Molliri. Për festa rria më shumë tek Molliri se bëhet shumë bukur, ndërsa zakonisht në përgjithshmërinë time tek Moqëria. Madje mbaj mend që më thoshte njëri nga pedagogët nga që çdo mëngjes edhe qëllonte që kisha çdo ditë me atë para ditën dhe më thoshte që më fal, ai e bër imazhi i Moqërisë që vjen çdo ditë me kafe në dorë, se s'ka mundësi, çdo ditë kisha kafe në dorë. Si duket edhe profesori ma ka manifestuar që në atë periudhë që unë detyrimisht të isha e një orë dhe të isha disi imazhi dikujt, siç ka ndodhur me bashkëpunimet. Por aq shumë e konsumoja kafen e Moqërisë, nuk është se kishte ndonjë kafe kush e di, thjesht faktin ato vite ishin vitet e para që erdhi një kafe ndryshe si jashtë shtetit. Ishte fiks gjë që doja, na mungonte dhe unë doja ta shfrytëzoja maksimumin tim çdo ditë. Para ditën pas dite kisha kështu si gjë time. Shumë nostalgjike jam kur kaloj dhe bëj gjëra që bëja dikur. Sa po marrova stërvitjen, sot kishim arobi, u kënaqa, sot kisha shumë kohë pa bërë. Edhe tani jam drejt për të shkuar te makina. Tani është ora 11:30, tek puna është pushimi, edhe tha dhe Rogeti po vi të pim një kafe, këtej, ku e pim gjithmonë. Po i thash kalo te shtëpia që të marrësh edhe bekin, që mos shkoj edhe unë një herë në shtëpi të merr bekin. Edhe po presa ata që të vinë këtu. Ndihem shumë e lehtësuar, bëra edhe një dush, se u gjersita shumë sot në aerobia dhe nuk dilja dot ashtu në djers. Edhe ndihem shumë e lehtësuar. Shpresoj që ta bëjnë sa më shpesh të aerobin, se e kanë kaluar vetëm një herë në javë para dite, por i ta bëjnë të paktën 2 herë në javë. Përfundimisht kam kuptuar që mua më pëlqejnë shumë sfidat. Kisha mundësi për të kthyer që të shkoja atje ku duhet të parkoja afër lokalit dhe zgjodha të ec mbrapsht. Shumë rrugë të vëthënë. Kuptoj sa herë dal jashtë dhe bëj sikur gjë më elementare, që jam shumë detajiste dhe shumë tip që kërkoj të vështirën me lup. Diçka që urrej është se më vajisen flokët shpejt kur bëj palestër. 2 ditë ka që i kam larë edhe shikojni. Keku fare volumi, se normalisht në palestër unë i lidh. Mbrom, morëm telefonin, ju thash që do shkoj të marrë telefonin. Taran! Ju thash që do bëj unboxing, por ne hapem atje, duke qenë se doja të kaloja të gjitha të dhënat e telefonit që unë kisha aktual, iPhone 15-ën, por ato e shita se nuk më bën më punë, as për cilësi për asgjë, thjesht po rrin të kot në shtëpi, kështu që shita ato dhe mora këtë. Duke qenë se nuk e kisha ndërmend të merja ose portokallim patjetër, thjesht nuk ishte. Do marrë 1 terabajt, ato që po filmoj e ka marrë 2 terabajt, por nuk ishte Europian, Europiani është më i mirë, edhe u detyrova të marrë këtë 1 terabajt, thash ok, po e marrë këtë se më duhet. Kjo është ngjyra portokalli, do merja dhe blu nëse do kishte blu, po nuk ishte blu, kishte vetëm 2 si këto në këtë ngjyrë në 1 terabajt. Është shumë e bukur. Okej, është mbush veni me këtë portokalli, është ngjyrë ndezur, por duke qenë se unë e kisha për të dytë, edhe thash why not, ta marr ngjyrën e re. Se kam patur të bardhë, kam patur të zi, kam patur lejlan, 2 lejlat, 14-ta që ka qenë i errët dhe lejlaja pak si e hapur si në blum, që se mbani më në 13-ta. I kam patur thuajse të gjitha ngjyrat dhe thash të marrim të portokallin se më thënë të drejtë nga afër është shumë e bukur, por nuk di në ta kombinojnë me coverat shumë veta dhe prandaj më ishte shpifur pak, se nuk duke i bukur, por që shumë e bukur.
Tani, po mendoj që të ky të filmoj videot për YouTube edhe ta mbaj vetëm për videot, ndërsa se kam dhe numrin e punës këtu, kam kontaktet të punës dhe nuk është se kam shumë aktiv, si që kam këtë që unë gjatë gjithë kohës rri në të Instagrami, TikToku, të gjitha WhatsAppi, gjitha gjëra që unë kam, dhe po mendoj të ky të bëj videot, sepse unë kam 1100 kamera, vetëm kam bler dhe asnjëra nga ato prap nuk përdor për videot, po përdor iPhone-in, sepse po më pëlqen shumë cilësia se si duket dhe unë e kam shumë të thjesht të filmoj më shumë gjëra, më shumë content kur kam telefonin, se telefoni është afër, tak, edhe e filmon. Ndërsa kamerën, derisa ta nxjerrësh te nga çanta, nuk mund ta lë kudo sepse më merr beki dhe më prish, ku ma shef e don ta marr. Kështu që jam shumë rahat me telefon, ndaj uroj dhe juve t'ju pëlqejnë këto video me këtë cilësi, mua më pëlqejnë, nuk duken keq. Cilësinë ka on top 17-a, kush ka ndërmend dhe ka me dy mendje për ta bleni, se realisht ja vlen për video dhe foto ja vlen, i ka shumë të bukura. Telefoni i parë që unë mbaj mend që kam bler me touch ka qenë Nokia Lumia i kuq, o zot. Ka qenë shumë i bukur dhe aq shumë e dashurova, adhurova. Nuk e di, ishte telefoni më i bukur, i holl, më ra në tokë. Edhe kur ra në tokë, ishte një grop me ujë. Sa po kisha dalë nga shkolla. Edhe normalisht e keni parasysh se si u bëra unë, e futa në oriz, çfarë nuk i bëm. Dhe fatmirësisht shpëtoj, nuk u dëmtua. Por më mërzita shumë se thash nga kënaqësia e madhe që unë kisha në fillim të blerjes, thash takzoja siç duhet dhe kur më ranë në tokë thash thjesht nuk kam fat, edhe nga ajo ditë deri më sot unë e kuptoj veten që e marr në sysh. Pra, unë marr veten time në sysh. Dhe kjo më ka ndodhur 1100 herë. Kur unë e adhuroj shumë diçka, e pëlqej shumë, dhe e them me veten time ose ja them Rokeri, them se më pëlqej, me patjetër do ndodh diçka, me patjetër, gjithmonë. Flas për sendet, e kam kuptuar, por edhe ndonjë gjë tjetër që ndoshta nuk është gjë që prishet. Kështu që për aq kohë sa unë marr veten në sysh, nuk pretendoj që mos më marrin të tjerë në sysh. Kuis më erdhi mua, moj? Ishte e më di, ju vëzbejti, me baba. Dhe baba pa tjetër, baba e solli. A të kënaqa me gojtën e time të bukur. Fiks doza që unë doja pas palestre. Një kafe dhe një cop bek. Tregoj pak drekën time sot, se duket shumë e shishme edhe shëndetshme në të njëjtën kohë. Këtu kemi salmon, jej, dhe perimet e sijera. Këtu janë frutat. Këtu kemi një supë me perime që unë nuk e ha. Tani po e konsumoj këtë vaktin, por nuk ha dark. Po thoja që mbase unë e prish me ndonjë gjë të vogël, si për shembull ndonjë frut ose gështenja kemi ngrënë këtë periudhë të zjera. Edhe kaq është dita ime, kam ngrënë një banane para se shkoj në palestër. Si rregull duhet të konsumoja vezë dhe do konsumoj vezë të zjera para se të nisim për palestër, kefir, pak a shumë në një snack, në një gjë. Jemi përgati për të dalë për kafe, po presim babin të vi. Dhe shporim në makinë ndërkohë. Beki, nana, Beki. Beki. Dama? Pra, tjetër? Mele. Ajo është më rënë se ti o Beki. Të vritesh. Jepe mamit. Do ta fusit ti.
Peki. Dhe japsh babit. Mirë. Baba. Bab, lëviza unë. Do kështu? Do lëng. Nuk e provove. Jo, kafe. Jo, kafe është e nxehta, jo. E di.